Punimet për sistemimin e rrugës në qendër të fshatit Zvezd në njësinë administrative Pojan ka nisur, duke shënuar një tjetër hap konkret për përmirësimin e infrastrukturës lokale nga ana e Bashkisë Maliq. Ky investim vjen në një moment kur jeti i brendshëm i ujësjellësit po shkon drejt finalizimit, duke i hapur rrugë fazës së radhës për rehabilitimin e një prej akseve kryesore të fshatit. Ndërhyrja synon jo vetëm përmirësimin e kushteve të qarkullimit për banorët, por dhe rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e aksesit në zonën qendrore. Mbas marrimit të investimit që u bë nga qeveria shqiptare dhe Bashkia Maliq për ujësjellësin e fshatit Zvezd, pa mundësia për të ndërhyrë në kjo rrugë, pasi ishte e degraduar komplet dhe rriti ujësjellësit merr atë të vetën dhe u mendua që të ndërhyet në këtë lagje. Faza e parë e punimeve është sistemimi i rrugës, prishja e ndërtimeve pa leje që kanë ndërtuar banorët, më pas është vendosja e bordurave, çakëllimi dhe pjesa e tubave anësore në kjo rrugë. E pata arsyeshme bashkia të shikojmë një projekt, pasi kjo lagje i mungojnë ujërat e zeza, shpresojmë që edhe këtë fazë mundet ta finalizojmë nga bashkia jonë. Banorët e Zvezdës e kanë mirëpritur këtë ndërhyrje, duke e cilësuar si një investim të shumëpritur. Gjithmonë çdo gjë që të bëhet, të mendimin tim është gjëja e duhur. Çfarë probleme ju silte kjo rrugë, duke qenë në këtë gjendje? Unë ja vetë shikon këtu, baltë, shira. Po tash me që u bëhet tërë ky festim, të bëhet njëre mirë, të bëhet ujërat e zeza, uji i pish mu bë, rrugët të bëhen të mira, edhe jemi tamam. Ndërkohë, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike do të vijojë me vendosjen e një rjeti të ri elektrik me kabëll ABC, një investim që pritet të rrisë cilësinë dhe qëndrueshmërinë e furnizimit me energji elektrike në këtë zonë.